Vijnë denoncimet për kompaninë e sigurimit Ansik. Her pas here redaksia jon ka publikuar për kënaqësinë e qytetarëve kundrejt kësaj kompanie sigurimesh, e cila nuk jep paratë e dëmshpërblimeve. Qytetari thotë se ka 14 muaj që pret pagesën dhe ende nuk e ka marrë atë. Shkon te zyrat e kompanisë, por e gënjejnë, edhe kur i telefonon, i thonë që të pres. Aksidenti ka ndodhur më datë 1 shkurt të vitit të kaluar. Më datë 13 shkurt, kompania i dërgon këtë mesazh qytetarit. Përshëndetje, ju njoftojmë se kërkesa juaj për dëmshpërblim e datës 1/2/2024 për mjetin me këtë targ është miratuar me vlerën e 61.600 lekë. Lutemi të konfirmoni vlerën përmes këtij mesazhi ose të paraqiteni në zyrat tona për të firmosur deklaratën e pranimit dhe të keni me vete numrin e llogarisë me emrin e pronarit me formatin e printuar të bankës. Përpas këtij momenti, deri në muajin qershor, asnjë lek. Në datën 22 qershor të po të njëjtit vit, qytetari merr një email që pagesa do të bëhet pas një muaji, pra me datë 26 korrik. Sot shënon data 10 prill 2025 dhe qytetari ende nuk e ka marrë pagesën. Mund të numërojmë raste të shumta ku qytetarët hasin të njëjtin problem me këtë kompani. Edhe pse redaksia jon ka tentuar t'i kontaktojë në mënyrë të vazhdueshme, sërish nuk kemi marrë asnjë përgjigje.